këto ditë. Nga sot fillon festivali Mitrovica Guitar Days. Pra, thënë bukfalisht ditët e kitarës, ku do të bëhen gara të ndryshme. Festivali, një nga festivalet ndoshta më të veçanta që ka komuna e Mitrovicës, në lidhje direkte e kemi Erhan Mujka, i cili është organizatori i këtij festivali, me shpresën që Orhani po më dëgjon. Mirëmëngjes, jo Erhan, më fal, jo Orhan. Mirëmëngjes. Regjia të lutem zën studio, sepse po e dëgjoj me vështirësi. Megjithatë me shpresën që Erhani është duke më dëgju mua, edhe jemi duke më dëgju tek publiku. Më thuaj, Erhan, fillimisht si je? Mirë, shumë mirë. Pro me fillu festivalin edhe kemi koncert një jashtëzakonshëm. Edhe tash ajo energjia dhe pozitiviteti po na ka shtyp përpara. Edhe jemi pak të lodhën, po megjithatë jena shumë mirë me disponim. Erhan, më thuaj fillimisht si ka lind ideja të mbahet ky festival, se nuk është ndoshta festival shumë i shpesh që i shohim shumë shpesh festivalet e tilla, a? Jo, realisht nuk është. Festivali ideja ka fillu para 2-13 vjetë, po realizimi ka fillu para 8 vitesh, në vitin 2018, edicioni i parë. Ka qenë formati pak më ndryshe, por me kalimin e viteve e kemi ndryu formatin, pak kemi ardhur te formati ku jemi tash, edhe tash është realizuar edhe mbetet si festival i cili përfshin përveç koncerteve përfshin edhe garat e gitarës klasike, garat e nëmaj zhvillimit që quhen, domethënë e moshës palimit 18 plus. Gjithashtu përfshin edhe garat e kategorive të reja, domethënë prej 8 deri në 18 vjeç, të ndomen në disa kategori në bazë të moshës. Gjithashtu ka masterclasse, workshope, hermasere ka prezentime të lutjerëve ose gitarë ndërtuesve, edhe një festivali kompletuar i gitarës klasike, e që për fat të mirë kemi arrit me ndërkombëtarizu edhe me rrit festivalin në atë mënyrë që me pas kredibilitet edhe jo vetëm në Kosovë natyrisht, po edhe në Evropë edhe më gjatë. Mirë, ky festival me që përmende ka edhe pjesëmarrës ndërkombëtar, a e vendos ky festival Mitrovicën ose më saktësisht këtë festival Mitrovicën në hartën europiane të festivaleve të kitarës? Në hartën kulturore europiane definitivisht. Sepse, që që ta edhe ti, ka garus që vinë prej Amerikës, prej Kinës, prej krejt botës. Edhe kufejt e Evropës, okej? Sigurisht prej Evropës gjithqysh, po i përmenda këto dy shtete si më të largëta, po natyrisht Evropa, Kosova dhe Shqipëria pa tjetër, po gjithashtu edhe artistat të cilët i ftojmë për performanca, për koncerte, edhe ata janë të gitarista ndërkombëtar me renome shumë të lartë, edhe është fati jonë që kemi mri me pru nivelin e festivalit në kaq lartë. Mirë, po më thuaj cila është përshtypja e këtyre artistëve ndërkombëtar, pas parasysh që disa nga ata vinë nga vendet cilat e kanë bukur shumë të zhvilluar edhe bukur shumë pjesën e investimit saj përket gitarës, artit në përgjithësi, ka shineshë ndoshta nuk jemi njëjtë si kur ata. Cila është përshtypja e tyre ose opinioni tyre kur vinë në Kosovë, edhe shohin që në qytetin e Mitrovicës po mbahet një festival kaq i madh i kitarës? Po, Kosova është në hapa në zhvillim. Po ne e kemi pas qëllimin edhe kemi pas atë fiksunimin që me pru gjithmonë artist botnor, kështu të nivelit më të lartë të gitarës, edhe prej vitit 2021 dhe 2022 veç e kemi arrit këtë qëllim. Domethënë në secilin edicion prej atëherë në secilin edicion kanë qenë së paku, qëllimi ka qenë me pas së paku ne gitarist të tillë ose gitariste, por kemi te kalu pak qëllimin, gjithmonë janë ka 2-3 varësisht prej mësisë, buxhetit, po edhe kohës kur mbahet festivali, për shkak se
këta gitaristat tash e kemi pak ma let me i sjellë në Kosovë, por problemi po është gjithmonë me i koordinu datat, edhe po ndodhë që po mirëm vesh me 2 gitaristat të ndryshëm për me lanë Kosovë, po mandej s'po mundëm me koordinu kohën që me i sjellë ata për mërëna të njëjtave ditë. Që ky po na dhe problem, se po ndryshe po e kam një farë dëshire me orë në Mitrovic, sepse është ndërkombëtarizuar dhe kemi sjellë artista shumë të mëdhenj botëror. Dhe tash ty e pa se kush ka ardhur më herët, po është shumë ma lehtë me thirrë të tjerë. Por veç është çaj problemi që e përmenda, edhe sa i përket Mitrovicës, me gjithë kushtet që i kemi në Kosovë, njerëzve po i pëlqen Mitrovica posaçërisht, gitaristëve kanë fjalën, edhe është shumë ma lehtë për herë të dytë kur po ndodh me thirrje ndonjëherë, po shumë ma lehtë se po vinë kështu se shpejt. Më thuaj, sa ka qenë hapën komuna e Mitrovicës për krejt këtë organizim që e bëni tash e sa vjetë? Komuna e Mitrovicës ka qenë ndihmtare, na ka ndihmu komuna shumë në vitet e kaluara, sigurisht me hapësirat, i kemi shfrytzuar hapësirat që i përkasin komunës, edhe natyrisht na kanë ndihmu edhe me buxhet me ato kanë pas mundësi. Po shpresoj që në vitet vazhdim të rritet kjo ndihmë, ta them ashtu. Mirë, dje ka fillu në festivali, do të mboha deri me datë 14 qershor, nëse nuk gabojmë. Thuaj cila është e veçanta e këtij viti për dallim nga edicionet e kaluara? Po, festivali dje, me një dhe të është me 14 qershor të dielën. Sot, pas koncertit që e patëm promë, sot i kemi masterclasset. Promë kemi pas një italiane, një gitariste italiane të shkëlqyer, i ka elektrizu krejt sallën e koncertit dhe 3 herë të publiku që e kanë rikthy në skenë, që është një gjë jashtëzakonshme edhe për artistin, po edhe për organizatorin. Në zemër se ne realizojmë këto jo për veti, po e realizojmë për qytetin, për publikun që marrin pjesë në koncert. Garat e gitarës i kemi fillu vitin e kaluar si risi, edhe këtë vit gara veç është rrit, është shtu numri i aplikuesve, qoftë ata të Kosovës, qoftë edhe ndërkombëtar. Nesër janë garat e gitarës e nxënësve të ri, domethënë deri në 18 vjeç. Edhe pas nesër janë garat e noje zhvillimit të atyre që janë mbi 18 vjeç, finalja, sepse pjesa e parë është majtë online. Edhe juria profesionale ka vendosur për 6 finalistë, edhe ata 6 finalistë vinë ndërkohë, po të dielën ngarojnë për finalen për çmimet e mëdha. Mirë, sonte për sa i përket masterclassit, çka është para pa me pas, çka do të shfaqet aty, çka kanë mundësi me mësu ose me pa edhe të tjerët të cilët janë prezent aty? Masterclassit janë realisht orë individuale, se në muzikë, në gitarë, posaçërisht punohet me orë individuale, domethënë studenti ose nxënësi me profesorin, një me një. Edhe paraprakesh kur e kemi bërë thirrjen, e kemi bërë thirrjen edhe për masterclasse, atë kam aplikuar për profesor të ndryshëm, student të ndryshëm. Edhe sot do të mbahet realisht ajo është një lloj ore mësimi, po që kanë nxënësit dhe studentët kanë mundësi me i marrë përvojat edhe eksperiencat e këtyre profesorëve me të cilët janë regjistruar në bajt masterclass. Individuale, a? Po, realisht është individuale, vetëm se me një profesor të jashtëm që vjen në kuadër të festivalit. Po, e qartë. Se kam përshtypjen sigur këtu masterclass nga njëherë janë ndoshta me ashtu me publik,
me njerëz ku kanë mundësi me u shoqëru me njëri tjetrin, me marrë ose me shkëmby njohurinë, ndërsa kësaj here ju veçantia juaj është që masterclass do të jetë individual, pra një mënyrë. Formenti është workshop realisht, e masterclassi është kështu, ideja është një me një. Normal është e hapur për publik, nëse dikush don me ndëgju. Po që rastet janë të rralla kur vinë me ndëgju orën, se kryesisht nuk dojnë me pengu nxënësin ose studentin, po gjithmonë është e hapur, domethënë ka hapësirë ku njerëz mundën mu ullë për skaj, edhe vetëm me ndëgju si ne i quajmë si pasiv, domethënë vetëm si dëgjues të orës që zhvillohet. Mirë, Erhan, tash sa vite që veç se je merresh me festivale dhe je adhurues i madh i kitarës, edhe kam përshtypjen që e njeh kitaren në kështu në të gjitha dimensionet e saj. Më thuaj ne si shoqëri, sa jemi të vetëdijshëm ose sa dim të vlerësojmë muzikën, artin këtë rast që shfaqet përmes kitarës? Megjithse unë punoj që 22 vite si profesor i kitarës. Nuk mendoj alo që e ngjoh shumë mirë, më vjen edhe shumë vjetë për me kuptu shumë mirë gitarën. Që thellë është, aq shumë është mistike për me njoftë në tonësi? Besoj që po. Po njerëz dhe njohin, nështë në gitarën kështu specifikisht, jo, po unë jam shumë i lumtur që populli kosovar është popull muzikal dhe e një muzikën. Prandaj janë më me thonë që është shumë publik kritik. Do të thonë nuk funksionon ajo me pru një gitarist ose një muzikant do si do edhe me kalu. Do të thonë për që ata synimi im ka qenë qysh prej fillimit që gjithçysh me pas një world star ose një yll botnor në festival, edhe të tjerët me atë sa kemi mundësi, e qyshe përmenda edhe më herët, pak i kemi të i kalu këto caqet që ja kemi qidrit vetës, edhe i kemi sjell çdo vjet ka 2, ka 3 gitarist të mëdhej. Mirë, po sa është i rëndësishëm kjo kitaristët e rinj nga vendi jonë të takohen me kitarist me renome botrore? Sa ju shërben atyre, do të thoja në përvojën e tyre, në mësimet e tyre? Qëllimi realizuar ka qenë një mësim publikut Mitrovica, artistën. Edhe e dyta, një ofru nxënësve edhe studentëve fillimisht të Kosovës, pastaj edhe të tjerëve, mundësinë për me përvojë me këta gitaristat të mëdhenj, sepse përket nuk kisha vetëm shku në një festival tjetër, me marrë pjesë, qoftë si juri, qoftë si koncertues ose vetëm si dëgjues, edhe mos me u lodh fare me këtë punë. Por qëllimi ka qenë që me i ofru publikut tonë edhe nxënësve një përvojë që ndoshta edhe nuk mund shumë lehtë me fitu ose me pas në shtete tjera. Mirë, Erhan, ishte kënaqësi të lidhemi direkt kështu, edhe unë të uroj shumë suksese. Festivali pra mos të harrojmë ta rikujtoj edhe një herë që ka fillu dje, vazhdon deri me datë 14 qershor, u bëhet pra një prej festivaleve më të mira që i kemi në vendin tonë sa i përket kitarës. Ishim në linje direkte me Erhan Mujka. Erhan, faleminderit edhe një herë edhe shumë suksese. Faleminderit juve dhe i ftoj dëgjuesit, shkuesit e juaj që mua më shkëngjit në koncerte dhe sonte në orën 7:30 edhe të dielën gjithashtu në ora 7:30 edhe për 2 koncerte super të mira.